Fuqizimi i grave nuk ndodh brenda nate. Ai ndërtohet përmes përvojave të ndara, mbështetjes së ndërsjellë dhe rrjeteve që krijojnë hapësirë për rritje reale. Programet e mentorimit dhe rjetëzimit si ai organizuar nga National Democratic Institute po dëshmojnë se kur gratë mbështesin gratë, krijohet një zinxhir ndikimi që shtrihet nga niveli personal deri te vendimarrja institucionale. Ky model, ku gratë mentorojnë gratë në fusha si politika, ekonomia, barazia gjinore, po prodhon histori konkrete transformimi. Një prej tyre është rrugëtimi i Marçës Selmanajt, e cila nga një e mentoruar, sot është bërë mentore për gjeneratat e reja. Faktikisht në vitin 2021, NDI me ka bën ftesë që të jem pjesë e programit për mentorim. Do të thotë në atë periudhë kohore unë kam qenë kryetare e komunës së Klinës dhe e kam prit me kënaqësi të madhe sepse kisha nevojë që ta ndërlidhi punën e aspektit lokal që me atë të organizatës që ka të bëjë me fuqizimin e gruas dhe me barazinë gjinore. Dhe mentorimi ka qenë pjesa më e rëndësishme e cila na ka rrit profesionalisht dhe personalisht. Për te i përfitimeve personale dhe profesionale, Selmana i vendos theksin të sfidat strukturore dhe nevoja për ndryshim shoqëror më të thellë. Një reflektim i drejt për drejt për realitetin me të cilin përballen gratë, sidomos në nivel lokal. Unë mundohem që vajzat e reja ti inkurajoj që ato të mirën me politikë, mirë po kisha dashur që edhe shoqëria si shoqëri t'ju jep prioritet. Ndoshta kish më qenë mirë që këto të rregullohen sikur janë të rregulluara me ligj për kuotën zgjedhore, të jenë edhe përfaqësimi të jetë në nivelet lokale vendimarrëse të jetë i rregulluar me ligj, por ndryshe do të kemi gjithmonë probleme të njëjta, sidomos në qytetet e vogla. Ndërsa sa i përket vendimarrjes, është shumë keq gjendja, domethënë femrat fare nuk janë të përfaqësuara, ose më mirë me thonë ndoshta me një përqindje shumë të vogël çka është rrgënjyse, sepse e udhës do të ishte që to trendet vinë duke u përmirësuar, jo duke u kthyer mbrapa. Ajo thekson se vazhdimisht mundohet ta zbuz paragjykimin apo problematikën e cila lufton gruan, edhe pse kjo sipas saj është rrugë e gjatë. Andaj edhe rjetëzimi në mes të grave është më së i domosdoshëm që të paktën të krijohet një fuqizim i vetë atyre duke ndihmuar njëra tjetrën. Kjo është edhe ajo pjesa që jam ndjerë e obliguar në aspektin mendoj obligim moral, që ato njohuri që kemi marrë ti nxjerrim dhe ti ndajmë me gjeneratat e reja, që në të ardhmen të ketë iniciativa që gratë të jenë pjesë e politikës, pjesë e pandarë e politikës. E pse jo gratë të kenë edhe ambicje, nuk është keq që një grua të ketë ambicje. Përkundrazi i bën mirë edhe shoqërisë, edhe familjes, edhe në përgjithësi. Nëse një grua është e suksesshme, normal që atëherë shoqëria ka progres. Një shoqëri që e lufton një grup, patjetër që nuk do të ketë një shoqëri progresive. Një tjetër shembull i këtij ndikimi është edhe rrugëtimi i Eliesa Rashitit, e cila sapo ka marrë një rol udhëheqës në komunën e Gjilanit dhe është pjesë e të njëjtit program mentorimi. Ky program mendoj që është shumë i vlefshëm për shkak se kur gratë kanë rjetëzim, atëherë ka më shumë mundësi për zhvillim, më shumë mundësi për besim në vetvete dhe për zhvillimin e potencialit të vajzave dhe grave. Eliesa mentorohet nga ministria Artane Rizvanolli, ku në raste të caktuara ajo e shen nga dora e parë se si qeverisët në nivel qendror. Asnjë teori nuk është më e vlefshme se sa përvoja që mund ta merresh nga gratë të cilat janë udhëhece dhe jo vetëm kur ato dhe janë të dëshmuara. Ndërsa mesazhi i saj për vajzat e reja është i qartë dhe i drejtë për drejtë. Prej përvojës personale, unë kisha pas dëshirë me inkuraju të gjitha gratë e të gjitha vajzat që të përfshihen në jetën publike, qoftë edhe politike, për shkak se përmes kontributit ton, si gra e vajza, atëherë ne mund të japim shumë më shumë për komunitetin dhe të vendosim vetë për veten tonë. Në thelb këto histori tregojnë se fuqizimi grave nuk është një proces individual, është një ekosistem mbështetjeje, mentorimi dhe bashkëpunimi. Kur një grua avancon, ajo e hap derën për shumë të tjera. Dhe kur këto dyer lidhen mes vete përmes rrjeteve të qëndrueshme, atëherë ndryshimi bëhet jo vetëm i mundur, por i pashmangshëm.